10 banorë të fshatit Daullaz në Bashkinë Fier kanë protestuar për rrugët e amortizuara, të cilat nuk kanë njohur asnjë investim prej dekadash, duke u kthyer në shqetësimin më madhor të përditshmërisë së tyre. Në kulmin e indignatas, ata pohojnë një zëri se familjet jetojnë mes baltës e grupave të mëdha, ndonse janë taksapagues të rregullt. Kemi shumë probleme rrugën e Varrezave, jemi ankuar tek administratori i zonës edhe nuk na pyet fare. Administratori i zonës, kryeplaku i fshatit nuk marrin pjesë në këto probleme të fshatit fare. Neve vetë kemi bërë që kemi hedhur këtë bitumin e zi. Shteti asnjë s'ka bërë këtu. Na premtoi të 2024-s në fund qershorit të vini dhe të shikoni rrugën se do ta përfundojmë me rrë bituminoze ose asfalt. As e bëri asnjë s'ka bërë. Ata thonë se shqetësimet i kanë adresuar disa herë, jo vetëm pranë bashkisë, por edhe tek njësia administrative, por deri më sot kanë marrë vetëm premtime boshe dhe asnjë zgjidhje konkrete në terren. Edhe në Behar, neve në krah ngrem me itin, arqivolin. S'njidhet rruga, ajo rrugë që është në Dimër, ajo është edhe në Behar, se në Behar çka kujton se më rregullohet, a kush ta rregulloj. Në Dimër, edhe në verë e keqe situata, edhe në verë e shkeqe se dalin ato gjërat shumë, nuk kaloj një makinë, nuk kalon dot. Mrapa saj se bëhet tërplur, po më keq është në Dimër. Përballë kësaj situate, ata apelojnë për investime në zonën e tyre, teksa theksojnë se është e papranueshme që duke qenë vetëm 1 kilometër larg qytetit, të jenë lënë tërësisht në arresën e investimeve.